Beograd aty fillimisht mu s'mavnojshin veshin, të ishin kjo farë asistente, a sekretaresha. E drejtorit. Edhe folshin me drejtorin, thoshin do të vime, do të bojme, do të, dikur une thash nalu stop. Thash para se me vazhdu do të, thash disketat me sistem operativ, disketën me gjuhë programuese edhe udhëzimet. Tek atëherë u thotha kush je ti? Thash unë jam inxhiniere, thash unë kom i programu qëto. Jo, mërë tha, ajo është punë e ronë, thash disketat që ti këtu. Edhe ja nisën jo anej, jo tek nej, une u ktheva ka drejtori, thash drejtar, ktheja kompjuterat. Thash e kom gjetë ofertusin tjetër në Zagreb, i marim atje dhe i marim komplet. Tek atër unë nalën, thojnë, prit pak. Edhe i fotokopjun, udhëzimet edhe na i dhanë 2 disketa, njona me sistem operativ, tjetra me GW Basic. I murëm edhe u këthym. Isha ujtë çka i punë e vetit. Kërkush që e njësha, as një profesori jemi, nuk kish punu kurrën PC, krejt kishin punu në ato mainframe-at e mdhej në bank, apo në ministri, në polici e në këto tjerat. Atëre e krysha turnin tim si inxhiniere në mirëmbajtje prej orës 6-5 kur janë nisshëm. Edhe me njëherë shkojsha në zyren me kompjuter. Edhe nisa me programu. Po fillimisht u dashnumsu që shbohen rrogat. E ajo nuk ka qenë një proces i lehtë, se fabrika ka qenë fabrikë me 100 lloje të punëve, me ndrime të ndryshme. Sa punojnës kanë qenë? 2500 punojnës.